Përshëndetje. Në lidhje me samitin e Stambollit është folur shumë, është shkruar shumë, kam folur edhe une këto para juve, por deri në këto qaste, në orët e hershme të kësaj dite të premte, asgjë nuk dihet se çfarë do të ndodh sot e tutje në Stamboll, në lidhje me, natyrisht, takimin e mundshëm të Putin dhe Zelenskit. Por derisa njëherë dihej se do të zhvilloheshin takime vetëm midis dy delegacioneve, ukrainase dhe ruse, ajo që e ndryshoi atmosferën krejtësisht ishte deklarata e Zelenskit para 2 dite, kur tha se jam I gatshëm të takohem me Putinin në kudo qoftë. Me njëherë, posa e dëgjon këtë deklarat, Putin e telefonon Erdoganin dhe I thot se aje I gatshëm që në Ankara, në Stamboll, në Turqi, ta organizosh takimin midis meje dhe Zelenskit. Erdogan I përgjigjet pozitivisht, duke I shprehur edhe kënaqësinë se përse Putin e zgjedh pikërisht atë ta telefonoj dhe pikërisht vendin e tij Turqinë, që të jetë edhe një herë një koqire e bisedimeve midis Rusisë dhe Ukrainës, në rastin më konkret midis Putinit dhe Zelenskit. Posa flet dhe e bën lajmin botnisht Putin se mund të merr pjesë në Stamboll në një takim me Zelenskin, me që Zelenski ka shpreh dëshirën të takohet me të, papritmas lajmërohet Donald Trump nga Arabia Saudite, I cili thot se nëse Putin shkon në Stamboll, do të shkoj edhe unë dhe do të marr pjesë në takimin midis tyre. Pas Donald Trump lajmërohet, siç thash pak më parë, edhe Macron, edhe kancelari gjerman, edhe britanik, bile ka fjalë se edhe presidenti I Brazilit ka shprehur dëshiren që të merr pjesë në këtë takim, gjithashtu edhe lideri I Malezisë. Pra, konsiderohet një ngjarje historike dhe jemi në pritje të një takimi më të rëndësishëm tani për tani që mund të ndodhë diku në botë. Kështu, pas përhapjes së këtyre lajmeve, këtyre telefonatave mes qarqeve të larta shtetnore, në Stamboll, në 2 brigjet e Stambollit të Bosforit, filluan përgatitjet e 2 vendeve të ndryshme për t'i pritur musafirët që eventualisht mund të vinë. Nga ana evropiane, filluan përgatitjet e ambienteve në zyren presidenciale të punës në Pallatin Dolmabashqe, e në anën tjetër të Bosforit, në anën aziatike, filluan gjithashtu përgatitjet në rezidencën Fahrettin, e cila është gjithashtu një zyre presidenciale e punës. Dikush mund të pyet se pse në 2 vende. Natyrisht, për shkak se llogaritej, nëse vije Donald Trump dhe Putin, ata do të vendosen në pjesën aziatike, pra në rezidencën Fahrettin, të tjerët, Zelenski dhe të tjerët do të vendosen në pjesën evropiane të Bosforit, në Pallatin Dolmabashqe. E thash edhe dje, nëse nuk gabohem, se një rast I këtill është diçka krejtësisht e re në historinë moderne të diplomacisë në botë. Për një takim kaq të rëndësishëm,
që konsiderohet më i rëndësishme në botë, me vlera të rëndësishme historike, të mos ketë qartësi, apo të them më mirë, të ketë kaq shumë pa qartësi, kush do të vi, kur do të vi, a do të vinë, apo refuzojnë, a nuk po refuzojnë, çfarë do të bëhet përgjatë bisedimeve, kjo nuk ka ndodhur asnjëherë. Siç nuk ka ndodhur shpesh edhe ajo që ndodhi sot përgjatë takimit të Zelenskit me delegacionin e Rusisë, kur në një moment Zelenski ngritet nga tavolina, pasi pala ruse po i bënte presion dhe dëshiroi, përsa unë e kuptoja situatën, pala ruse dëshironte t'ia kthente me të njëjtën monedh Zelenskit, i cili përderisa kishte arritur një marrëveshje me rusët në vitin 2023 në takimin e Stambollit, pas një telefonate që i vije nga Boris Johnson, ish kryeministri britanik, Zelenski e refuzon gjithë atë që është fol dhe është arrit, mbase edhe nënshkruar në atë marrëveshje. Për këtë arsye, pala ruse dje dite ajte dëshironte që t'ja kthente me të njëjtën monedh Zelenskit. Puna është tejet e ndjeshme, tejet e acaruar, por është aq e rëndësishme sa ja vlen që të punohet shumë deri te një arritje e mundshme e një marrëveshje për ndaljen e luftës fillimisht dhe një marrëveshje për paqe. Ka probleme të shumta, ndërhyrja e Hakan Fidanit, që shihet edhe në kamera duke e mbaj, duke rekap për krahu Zelenskin dhe duke biseduar me të që të kthehet e të ullet në karrikën e tij pranë tavolinës ku po zhvilloheshin bisedimet, pastaj afërsia fizike pranë Zelenskit që të bindate, që të mos e dështoj, tregon rëndësi të mëdha disasosh, por ajo që do të përmendur këto është edhe interesimi i Turqisë që të hyjë në analet e historisë se është vendi dhe elita politike turke, Turqia, ajo që i arriti që palët ndërluftuese, ukrainase dhe ruse, t'i ullë në tavolinë dhe të arrihet marrëveshja e shumë pritur deri tanishme. Pas gjithë këtyre shkatërimeve të papara ndonjëherë, përveç në luftën e dytë botërore, nuk ka pas vdekje e vrasje më shumë se që janë bërë në luftën e Ukrainës. Shifrat janë mbi 2 milion ushtar nga të dy anët, bile ka materiale të shkruara që flitet për 3 milion vrasje, ndërsa humbjet materiale janë të pa rikuperueshme. Kështu, deklarata e Zelenskit pra se do të merr pjesë në takim, e nxit edhe Putinin, më pastaj Trumpin, më pastaj liderët e tjerë evropian, që kjo po e përsëris edhe njerë, ishte një kënaqësi e veçantë për liderin e Turqisë Recep Tayyip Erdogan. Më pastaj çfarë ndodhe? Më pastaj dolën probleme të tjera. Putini papritmas, me që kishte kërkuar nga Erdogan ta përgatiste ambientin për takimin e mundshëm me Zelenskin, doli lajmi, e mori dhe dëgjoi edhe Trump, dëgjuan edhe liderët e tjerë, shkoi lajmi edhe në Brazil, edhe në Malezi, në çdo cep të botës. Putin papritmas thot se nuk do të shkoj në takim. Përse? I spjegova unë 5 arsyet në videon e djeshme, këto nuk do t'i përsërite, me që edhe jemi pak orë para nisjes rinisjes së takimit Ukrainë-Rusi, e që ende nuk po dihet se kush do të merr pjesë
dhe çfarë do të bisedohet, sido që tjetë, Putini e refuzoi të vinte aty për shkak se pala perëndimore, me në krye me Donald Trump, po kërkon që të fillimisht të arrihet një marrëveshje vetëm 30 ditë për ndaljen e luftës. Putin po thëtë jo, nëse vi dhe nëse ulemi të bisedojmë, ne do të dohej të bisedonim për një marrëveshje afatgjate, të pa afatizuar në kohë, por janë edhe kushtet e mia. Një, që të nënshkruhet në marrëveshje se Ukraina nuk do t'i kërkoj zonat të cilat janë tani nën kontrollin, nën pushtimin e Ukrainës. E dyta, të nënshkruhet në dokument se Ukraina vet, ajo me dorën e vet, Zelenski të thotë se heq dorë nga ato teritorit të cilat janë nën kontrollin e Rusijës. E treta, Putin po thotë se do të nënshkruhet në dokument ndalimi i menjëhershëm i armatimit të Ukrainës. Dhe e katërta, po kërkon që Shtetet e Bashkuara të Amerikës të japin garanci me nënshkrim se Ukraina në asnjë mënyrë nuk do të pranohet në të ardhmen në NATO. 4 kushte të rënda për palën perëndimore, gjë që Donald Trump përgjatë bisedimeve me ndërmjetësuesin Erdogan thotë se të gjitha këto do t'i bisedojmë në takimin e mundshëm që do t'a bëjmë në Stamboll. Por Putin, të them me këtë gjuhën kosovare, nuk po i beson më as Trumpit, as palës perëndimore, as Ukrainës asesi, por as edhe ambientit që po krijohet përreth aty. Insistimi i Trumpit për arritjen e kësaj marrëveshje bazohet mbi 2 shtylla. E para, që të realizoj premtimin e tij elektoral se nëse bëhem president i SHBA-ve, do të ndali luftën në Ukrainë në ditët e para, bile njëherë ka pas thënën edhe në ditën e parë kur të ulem në koltukun e shtëpisë së bardhë. Dhe arsyeja e dytë pse Donald Trump dëshiron të arrihet kjo marrëveshje, me insistimin e tij që ai të mbetet një emër i paharruar në histori, i cili e ndaloi luftën. Bile në këtë rafsh, në këtë pikën e dytë, në një rast në Arabinë Saudite e përmend edhe emrin e presidentit turk Erdogan, ku thotë se nëse arrihet marrëveshja, një vend meritor, një merit të madhe i dedikohet edhe miku tim të dashur, bile thot my best friend, miku tim më të mirë Erdoganit, për shkak të përpjekjeve të tij të vazhdueshme se në arritjen e një marrëveshje dhe ndalimin e luftës apo një paqe të mundshme. Gjithsesi, shihet se tani Putini e ka epërsin ndaj Zelenskit, megjithëse që i u përgjigj dëshirës së Zelenskit apo gatishmërisë së Zelenskit të takohet me Putinin, megjithëse që u përgjigj pozitivisht, e anuloi këtë sepse e ndjen epërsin, e sidomos epërsin pas asaj që i ndodhi Zelenskit në shtëpinë e bardhë. Shi janë pa parasyve të botës ato sjelljet e Trump dhe të Rubio dhe të pranishmeve, sa që thuhet se Zelenski është përzënë nga aty. Çështja tjetër për shkak të së cilës
Donald Trump dëshiron që të arrihet kjo marrëveshje, janë natyrisht edhe mineralet e ralla, të cilat i posedon Ukraina dhe të cilat Zelenski ja kanë nënshkruar në letër se ato në to mund të ketë akses Trumpi, Shtetet e Bashkuara të Amerikës, vetëm e vetëm që të mos bie në duart e Rusisë, dhe dyta që të ruhen ato nga siguria amerikane që do të merë në mbikëqyrje ajo vetë. Natyrisht, një gjendje as pak e lehtë për Ukrainën, për liderin e saj, një gjendje të cilën paaftësia e tij ose miopia e tij që të shikoj gjërat larg e ka sjell gjendjen deri në këto. Në takimin e fundit jo kësaj radhe, por në takimin e para kësaj radhe në Ankara, Erdogan ja përsërit atë që ja kishte thënë 3 vite më vonë pak para fillimit të luftës në Ukrainë. I kishte thënë Zelenskit se mos u lësho në bunar, në pos me litarin e perëndimit, sepse litari kputet, ndërsa ti mbetesh poshtë dhe nuk mund të dalësh nga ai bunar që është aty. Ngjitas me këtë, edhe një çështje rreth Donald Trump ta përmendi këto, edhe ai është në një pozitë as pak të lakmueshme. As nuk po mundet me lut Putinin tepër, që të mos krekoset, dhe po flas me një gjuhë sikur gjuhë pazari, por kështu është duke shkuar diplomacia e botës sot. Imagjinoni ato që i fliste edhe i bënte Donald Trump në Saudi, në Katar dhe në Imarate, ishin bash punë pazarësh. A pi jep qikaq, jo nuk pi jep qikaq, jo duhesh mi dhënë qikaq, por sido që tjetë, Donald Trump i siguroi hiç më pak se 3.2 trilion ose 3 trilion e 200 miliard dollar nga vizita e parë e tij në 3 vendet arabe. Në videon e radhës dua ta shpjegoj, se edhe kthehem tash këto, në videon e radhës dua ta shpjegoj një gjë shumë të rëndësishme. 3 herë po them shumë. Raportet, marrëdhëniet Saudi Shtete të Bashkuara të Amerikës. Do të shihni se pozicioni i Arabisë Saudite nuk është aq i thjesht sa të interpretohet dhe shpjegohet me terme shumë të thjeshta. Është tepër i ndërlikuar. Nuk mund të thot askush se saudianët janë të paaft ta udhëheqin shtetin e tyre, se kanë para që ju vinë sikur prej qielli, andaj edhe po paguajnë kaq. Jo. Arabët dikur kanë qenë perandori, 1200 vjet e kanë sundu botën, kanë krijuar njërin prej megacivilizimeve më të mëdha që e ka pas historia. Ata Arab janë, ai gjenosht, por do të shihni përgjatë shpjegimit të temës, kur fillojnë marrëdhëniet diplomatike midis Saudis dhe Shebave në vitin 1933, ato kanë shkuar të valvitura asisoj sa Arabia Saudite dhe vendet tjera të gjirit arabik, pasi të zbulojnë sasi të pa imagjinueshme të naftës, detyrohen që të lidhen asisoj me Shtetet e Bashkuara të Amerikës sa të mos mund të lëvizin. Dhe sigur edhe vendet tjera, po sidomos Arabia Saudite pagun 142 miliard dollar, që është marrëveshja më e shtrenjtë
më e madhe në histori midis dy vendeve, paguan për 2 arsye, plus 1, po them. Frika nga Irani, për këtë arsye lejohet Irani të jetë i fuqishëm aty, e për Iranin lejohen të blejnë arabët kështu, pas do kohë keni me dëgjue se edhe Irani pej Kinës a prej Rusisë a prej Francës ka me blejnë nëse jo 142 miliard në 10 miliarda dollar, natyrisht se po, pra është frika nga Irani dhe do të armatosën, për ndryshe nuk ka shtete përreth që mund të rrezikojnë sigurinë e Arabisë Saudite. E dyta është frika nga opozita. Opozita saudite, megjithëse që me letra nuk ekziston, ekziston një numër jo i vogël i qytetarëve në mesin e tyre intelektual, hoxhallar, dietar, të cilët nuk pajtohen asesi me politikën e jashtme të Arabisë Saudite, sidomos në raport me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. E shohin Arabinë Saudite si të shitun. Andaj i dohet armatim, i dohet siguri, i dohet partneritet me SBA-n për ta siguruar atë që do të siguruar. Dhe që thash plus 1, plus e treta, është familja mbretërore El Saud jep miliarda, qindra miliarda, triliona dollar për të mbetur në pushtet. Populli ka sa dush, të hyrat kombëtare per banor janë të mëdhaja, pjesa dërmuese e njerëzve janë të kënaqur me atë që e ka, andaj edhe lejojnë shpenzime enorme deri në ato përmasa, sa një emir është në gjendje me dhënë një dhurat 400 milion dollar. Pe ka ato pare, a nuk do të kalojnë për po mos dal prej temës të kthehem këto. Një prej arsyeve pse Donald Trump insiston dhe është në pozitë të vështirë, thash, me Putinin, as t'i bëj presion shumë, as tale të qetë shumë, është frika se nëse i bën presion te për Putinit, Putini mund të ta kthej bigën, të lakoj rrugë dhe t'i ofrohet Kinës edhe më shumë. Kina është armiko, apo me Kinën, SBA-ja, Donald Trump është në luftë të hapur ekonomike. Pra një pozicion ma ndryshe se çka mund ta imagjinoj Donald Trump. Besimi jem i palekundur është se Trump është duke bërë nga njëra anë atë haptas, atë që e kanë bë administratat amerikane, kjo po e thet haptas, dhe dyta, Donald Trump konsiderohet, për asa jone jam të e lexue diplomacinë e tij, njëri prej presidentëve më të aftë që i ka pas deri më tani Amerika. I aftë në kuptim të menaxhimit të bisedimeve, të dialogjeve mbi bazën e ekonomisë. Biznismen vlla, afarist, jep çikaq, ndihmoj çikaq. Paguje këte, ta shpëtoj jetën, po ndryshe nuk ka. Gjuha diplomatike të ai është e njohur, e ngjyrosur, kryekpot me terme afariste. Andaj i kam dalë mbrojtje, unë i kam dalë mbrojtje, në kuptim. Andaj ma shumë se njëherë kam thënë se Donald Trump do të kuptohet me gjuhën, vokabularin dhe tonin e fjalëve që i thot ai. Jo me veshin ton, si që imi mësuar ti dëgjojmë presidentët Amerikan apo nivellet e larta të shteteve të ndryshme të botës. Si do të që të jetë, 2 anët e Bosforit në Stamboll, Pallati Fahrettin dhe Dolmabahçe janë në pritje të liderëve botëror, në rastin konkret të Putinit, të Zelenskit, i cili është veç aty, dhe të Trumpit, eventualisht për të arritur një fitore
të madhe, ato dy shtete sefte, por edhe e gjithë bota të largohet nga ky ankth, nga kjo katastrofë dhe tragedi globale si rezultat i luftës në Ukrainë. Me të drejtë, edhe zyrtarët e lartë Amerikan, Fidan, Erdogan, të tjerë, me të drejtë, janë në gjendje me plot emocione, me plot prita, me plot skepticizma, sepse janë para një ngjarje, para një marrëveshje më e madha në botë dhe konsiderohet ndër më të rëndësishmet në histori. Sot, në këto momente, janë orët e hershme të ditës së premte, të datës 16 maj, dhe presim se çfarë do të ndodhë gjatë ditës. Në mbrëmje, në orën 17:30, ose do të flasë për marrëdhëniet saudito-amerikane, ose nëse ndodhë diçka interesante në Stamboll, në takimet e mundshme Ukrainë-Rusi, do të vazhdojmë me shpjegimin e gjithasaj që ka ndodhur përgjatë ditës. Deri atëherë, mirëmbëjtje.